A kanë më shumë predispozita personat bjond, apo zëshkanet të shfaqen ndryshime kancerogjene të lëkurës? Më të rrezikshmit janë personat me flok të kuq. Të kuq? Po, ata njihen si, tipi lëkurës më të rrezikum. Pastaj të bardhë, me ngjyrë tip 1 dhe 2, janë personat të cilët digjen lehtë. Kur digjen lehtë, logjikisht mbrohen. Po edhe mbrohen, se u dogja 1 herë, 2 herë, 3 herë, djegja dhem, djegja lën shenja, edhe ata din edhe vetë me u mbrojt. Ata që nxihen, ata nuk mbrohen fare. E dëmin e përjetojnë njëjtë, si njëra si tjetra. Po duhet ta dinë që 3 djegje, mundësia e kancerit të lëkurës rritet mbi 50%. 5 djegje, 90%. Që në atë vend do të shfaqet kanceri i lëkurës.